Shikoj pak këtë pyetjen. Naci, ose Naci, besoj që është Elvis Naci, thot që Jezusi lini pa babë për të treguar fuqinë e Zotit. Mund ta quaj edhe video nëse do. Tani, nëse është Elvis Naci, e ka gabim. Në fakt, më ka habitur diçka. Shumica e njerëzve në komente nuk e kanë problem ta besojnë që Jezusi ka lindur pa baba, por e shohin këtë thjesht si një mrekulli ku Zoti tregon fuqinë e tij, njësoj si me krijimin e Adamit. Por ky është një shpjegim i dobët. Pse do të duhej që Zoti ta tregonte edhe një herë fuqinë e tij përmes një linje të pazakontë, kur tashmë e kishte bërë këtë me Adamin dhe me Evën? Dhe pse një linje pa baba pikërisht për Jezusin? Dhe ja ku qëndron arsyeja e vërtetë, në fakt, dhe për ta kuptuar duhet i kthehemi tek historia e Adamit. Kur Eva hëngri nga fruti ndaluar, Zoti nuk duket sikur reagoi menjëherë. Por kur Adami hëngri, gjithçka ndryshoi. Pse? Sepse Adami ishte i pari njerëzimi, përgjegjësi për brezat që do vinë më vonë. Dhe mëkati që hyri tek Adami do të trashëgohej tek fëmijët. Trashëgimia e mëkatit në fakt kalon nga burri tek fëmijët, jo nga gruaja, por nga fara e burrit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në fakt. Kjo është arsyeja pse Jezusi lindi nga Maria, pra pa baba toksor. Nuk e trashëgoi fare njerëzore. Ai nuk trashëgoi mëkatin origjinal. Çdo njeri në këtë botë ka mëkatuar, por Jezusi jo, sepse ai u lind ndryshe për të qenë i pastër, i shenjtë. Ai kupton tani në fakt pse Jezusi për të krishterët është shpresa jonë. Ai nuk është thjesht një njeri, ai është i pastër, pa mëkat. Ishte qengji i përsosur, i patmeti kurbanit. Dhe ai me të vërtetë u bë kurban për ty edhe për mua.